Përshëndetje të nderuar shikues, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me emisionin Gjurmët në këtë orë si gjithmonë, nga ora 15 deri në ora 16. Ekrani e ka të ndarë këtë periudhë kohore për të folur për një temë caktuar e cila ka peshë sociale. Dhe në fakt ne sot do të flasim për atë institucion ose le të themi atë grup njerëzish të cilët punojnë natë e ditë për të na siguruar mirëqenjen tonë, fillimisht për të na siguruar jetën, edhe më pas edhe mirëqenjen tonë, duke na shpëtuar nga qoftë katastrofa natyrore, por qoftë edhe nga vetë të bëmat e njeriut, sepse si çdo flasim edhe më tutje, në fakt, ne shpesh vetë njerëzit jemi shkaktar të tragedive të shumta, ata janë aty për të na shpëtuar nga ato, vinë në ndihmë, jo vetëm kur ka zjarre, por edhe në forma dhe momente të ndryshme, ku ndoshta qasja është e pamundshme, duhen le të themi aftësi specifike, mjete specifike, dhe në fakt zjarfikset i kemi aty për të na dhënë ndihmën e duhur që të dalim nga ajo situatë. Së bashku me mua në studio është Avni Ahmeti, është komandanti njësisë territoriale kundër zjarrit. Mirë se na erdhët. Mirë, ishte një hyrje emisionit shumë i bukur. Falënderit. Do të thonë, dihet që zjarrfiksi duhet lavdrohen në këtë formë siç edhe e bot ju fillimin e emisionit. Falënderit. Në fakt, kur përmendim fjalën zjarrfikës, na duket sikur jeni aty vetëm për të na shpëtuar nga zjarri, qoftë ne, qoftë sendet materiale, po së fundmi, po edhe gjatë tërë punës tuaj është dëshmuar që pas zjarrfiksit shumë situatas do të kishin mund të zgjidhen. Në fakt, ne kemi emrin zjarrfikës, po dihet që në rast të komunikacioni, ndeshjen komunikacion, në rast të vërshimesh, çfarëdo fatkeqësi që shfaqet, dihet që numri 193 apo zjarrfiksit thirrën parët. Kjo është ajo që popullata më herët na ka njoftë si vetëm në shuarjen e zjarreve, mirë po në realitet zjarrfiksit paraqiten çdo herë kur shfaqen rreziqe të ndryshme në për qytete apo edhe në për fshatra. Kjo është ajo puna jonë që ne bëjmë me përkushtimin më të madh që dihet që dikush pret për ne që të shkojmë në ndihmë dhe bëjmë me plot dashuri që cilën ne mundohemi të jemi më profesional. Dihet që zjarret e ndryshme kanë ato pasojat e veta, mirë po mundohemi që të shpëtojmë sa më shumë mjete edhe materiale dhe jetë njerëzish, kështu që mundohemi në çdo aspekt të jemi prezent për çfarëdo lloj aktivitetesh. Nuk do të thotë që jemi vetëm për raste të këqija, po dihet që jemi edhe për raste të mira. Kemi për çdo javë një çerdhe nga qyteti i Tetovës apo një klasë dhe një shkollës të cilët na vizitojnë edhe marrin ato informacionet e duhura. Është kënaqësi të punosh me fëmijët. Në fakt, unë në memorien time ende kam frekuenca të momentit kur ne kemi vizitu këtu në Shkup një qendër të zjarrfiksve, edhe i mbaj mend ato garazhet e mëdha, veturat e mëdha apo le të themi automjetet e mëdha, po unë të kthehem pak tek ju, sepse ka disa profesione në jetë, të cilat njerëzit nuk i zgjedhin për pagë, nuk i zgjedhin për aspektin monetar, dhe të qendrit zjarrfikës është një prej tyre. Çka ju ka shtyr juve kur keni qenë i ri që të vendosni që jetën t'ja përkushtoni profesionit të zjarrfiksit? Siç çdo fëmijë që zjarrfiksit i ka idol, siç edhe shifet ka filma vizatimor të cilët shfaqen zjarrfikset. Dihet që nga familja i kam pas dëshirë që të marr pjesë dhe të jem aktiv për shpëtimin e të mirave të përgjithshme të qytetit dhe kemi kontribuar gjithashtu edhe para se më u punësu në çdo lloj aktivitete kemi qenë të përfshirë personalisht unë. Dihet që zjarrfiksi është ajo pjesa humane e cila e shfaq brenda zjarrfiksi pa qetër ta ketë. Për arsye se janë di komponent shumë interesante të cilët e bëjnë zjarrfiksin. Njëra është ajo pjesa humane edhe ajo pjesa tjetra është ajo pjesa që ti je pak trim. Arsyeja se kemi vende ku futemi ne që do një lloj guximi, do një lloj
kur ajo që ta kesh brenda. Dihet që zjarfiksit janë çdo herë të paret në rastet të fatkeqësive. Ajo pjesa humane më ka shti më shumë që t'jem zjarfiks. Kam dash si profesion dhe kontriboj ma aq sa munden që zjarfiksit jo vetëm në Tetov, po edhe në gjithë Republikën e Maqedonisë së Veriut ndjejnë të ndajnë përvoja, mirë po edhe të japim atë të cilën me kohë e kemi dëshmuar që ne jemi të vendosur për punën që bëjmë, edhe që tregojmë gjithë institucioneve tjera që ka dikush që edhe shteti duhet kujdeset pak më mirë për zjarfiksit. Kam hapur një temë të cilën vazhdimsi e shoh në për rrjetet sociale, qendër trajnimi. Siç edhe e dini, qendër trajnimi kemi di private të cilët janë, njëna është në Manastire dhe tjetra është në Veles. Qendra trajnimit të shtetit, si shtet, nuk ka për zjarfiksit në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Drejtoria për mbrojtje dhe shpëtim ajo është e obliguar që të ketë një qendër për trajnimin e zjarfiksve apo kuadrove të ri të cilët duhet të jenë zjarfiks. Kjo situatë momentale, ku ne kemi vetëm 2 qendra private trajnimi dhe nga ana tjetër një nevojë gjithmonë edhe më të madhe për zjarfikës. Si në fakt po bëhet punësimi i zjarfikësve të ri? A trajnohen ata? Kanë detyrim që ata të trajnohen dhe pse nuk i trajnon shtetit të njëjtit? Në fakt, me dhënien apo me marrjen e vendimit të punës, më thonë, një vit është paqetër që brenda një viti zjarfiksit duhet të posedon një licencë të posaçme, të cilët to di qendra private të cilët janë Velezi dhe në Manastir, të cilët janë të kushtueshme për vetë zjarfiksit. Shteti si shtet duhet mendon seriozisht në këtë drejtim. Pa atë licencë nuk është valid pastaj edhe ai vendimi i punës. Janë 900 orë të cilët duhet i ngjek si kursim. Është një kursim shumë i gjatë, mirë po është shumë domethënës për të ardhmen e gjithë zjarfiksve në Republikën e Maqedonisë. Për arsye se ati marrin atë bazën apo edhe ato elementet kryesore të cilët të bëjnë të jesh zjarfiks. Është një shkollë shumë e domosdoshme që duhet ta kryejë një zjarfiks. Kemi shumë mungesë të personelit të certifikuar që mund të ndjek dhe t'i trajnon zjarfiksit të ri. Apo shifet kjo ndoshta si një demotivim tek të rinjt që të mos punësohen për zjarfikër sepse duhet vetë ta financojnë marrjen e kësaj certifikate? Jo, është një kënaqësi është kënaqësi që të punësohesh te zjarfiksit. Ne kur hapim konkurset e ndryshme për pranimin e zjarfiksve të ri, besoni nëse hapim për 2 ose 3 vende të lira të vendeve të punës, paraqiten 200 vetë. Apo 2000 vetë kemi pas rastet e fundit, që është një interesim shumë i madh. Kjo më lën një përshtypje shumë të madhe që shteti si shtet duhet të interesohet shumë më shumë për këtë pjesë të popullatës apo zjarfiksve, të kujdeset më shumë, për arsye se kemi edhe mjetet të vjetruara, të cilët i kemi nga ish Jugoslavia, apo donatorë të ndryshëm të cilët për fat mirë qyteti i Tetovës ka pas një fat që ka bashkëtarë tonë që jetojnë në Zvicër, në Danimark dhe gjithandej nëpër Evropë, të cilët me çdo mund apo me çdo gjersën e vet janë munduar që zjarfiksit e Tetovës t'i pajisin me automjete, me pajisje të tjera për nevojat e zjarfiksve.
Ne do flasim edhe për mjetet, do flasim edhe për disa aspekte të jetës tuaj të përditshme si zjarfikës, mirë po do shkojmë pak publicitet fillimisht dhe do rikthehemi vetëm për pak në studio. Po rikthehemi sërish në studio dhe ne bisedën tonë sa i përket profesionit të zjarfikësve dhe sfidat me cilat ata përballen sapo e kemi filluar dhe fatkeqësisht për shkak të situatës së tillë kemi filluar me mungesën apo çështjen e qendrave për trajnimin e zjarfikësve ku janë vetëm 2 private dhe nuk kemi qendra shtetërore, që e mirë që na e tha mysafiri është që pavarësisht që zjarfikësit duhet me kontributin e vetë personal të bëjnë këto trajnime, sërish interesimi është shumë i madh për profesionin e zjarfikësit. Po, është e vërtet. Do të thonë, dihet që zjarfikës edhe një njerë duhet lindish, për arsye se ka disa elemente që mbrenda për mbrenda si profesion, si që edhe ceka guximin, t'jesh ma i prekur këshu me ndjenja të bësh punën ashtu si që duhet, më të ngërkon një përpjekje shumë e madhe t'jesh zjarfikës. Po, si që edhe cekët ju, kemi interesim shumë të madh për zjarfikës. Tash ne si njësit territorial kundër zjarit Tetov, bëhemi brigat, apo e kemi shpallë edhe më herët që jemi brigat, së arsyeja është kjo që ne mbulojmë një territor shumë të hapur dhe shumë të gjerë. Është një, domethënë është komuna e Tetovës edhe 5 komunat rurale. Komuna e Tetovës mbulon gjithë këto komunat tjera të cilat nuk kanë një zjarfikëse. Tash me përpjekjet tona apo me ardhjen e administratës apo edhe para 4 viteve kemi fillu të njëjtën rrugë. Dihet që bëjmë dispersimin e zjarfikësve, do kemi disa qendra të cilët njëra do jetë në komunën e Tarcës, që do lidh komunën e Tarcës me komunën e Jugonovcit, komunën e Zhelinës, gjithashtu dhe komunën e Bugovinës të cilën do të lidhim me komunën e Bervenicës. Që jemi sa më afër qytetarëve, që edhe intervenimi të jetë më i suksesshëm për arsye se besoni, 1 sekond vonim i zjarfikësve gjatë intervenimeve tona kushton të mira materiale dhe jetë njerëzish. Kështu që të jemi sa më afër qytetarëve, kemi bë ato përpjekjet tona, dihet që kryetari Bilal Kasami ka qenë ai i pari i cili është mundu që të fut këtë sistem dhe shpërndarjen e zjarfikësve të bënë sa më shpejt për arsye të jemi sa më afër qytetarëve. Kjo ishte edhe ideja e kryetarit aktual të Tetovës, i cili dihet që zjarfikësit e Tetovës kanë qenë të rahatshëm gjatë gjithë kësaj kohe për arsye të pagave dhe kontributeve tjera të cilat i kemi marrur nga komunat e Tetovës. Dihet që gjitha harxhimet i mbulon komunat e Tetovës, ne përfshim një territor shumë të gjerë që mbulojmë plus edhe 5 komuna rurale. Gjithë harxhimet dhe gjitha pagat e të punësuarve dhe harxhimet tjera i mbulon komunat e Tetovës. Kemi një afat përfundimtar se kur pritet të përfundon ky procesi i transformimit nga njësi në brigad ose duhet ende kohë? Jo, nuk na duhet më kohë. Domethënë kemi prit shumë kohë. Tash i kemi bë vetëm se marrëveshjet paraprake në Këshillin e Komunës së Tarcës, cili kaloi para disa jave, për marrjen me qirar të një objekti të cilët dë vendohen zjarfikësit dë jenë përkohësisht derisa komuna e Tarcës bashkë me komunën e Jugonovcit të bëjnë një objekt për zjarfikësit. Do jetë ajo fillimi, besoj, i javës së ardhshme, apo si që themi ne mbas Bajramit, ditët e para mbas Bajramit, të cilën do bëjmë hapjen edhe të njësitit të zjarfikësve në të ardhës. Në Bogovin kemi një objekt të cilën tash do e vendojmë tamam ashtu si që duhet në funksion. Kemi një marrëveshje bashkëpunimi me komunën e Bogovinës. Do me thonë të punësuar të zjarfikësve të Tetovës dhe jenë në këta 2 pikat si është Tearca dhe Bogovinja. Kemi pasur, do me thonë gjatë periudhës së kaluar, kemi pasur nën stacionin në fshatin Zhelin,
i cili gjatë dimrit nuk është funksional për arsye se kemi mungesë të garazheve, siç edhe ceke në fillim që duhet kenë disa garazhe të mëdha të cilët ti kemi të sigurt, kamionat mos na ngrinë, për arsye se dihet që Tetova dhe rrethina e Tetovës se kemi afër malin Shark, kështu që kemi temperatura më të ulta pak. Dimrin e përjetoni ashtu siç duhet. Pra, për një periudhë shumë shkurt, me sa po kuptoj me javën e ardhshme, do të fillon më ky procesi dhe funksionimi i brigadës të ndarë në njësi më të vogla, me qendrën në Tetovë. Përmendet pagat, shumë shpesh, në fakt, punonjës të sektoreve të ndryshme ankohen për pagat të ulta, ankohen për kontributet të ulta, për kushtet jo të mira të punës, në fakt ju e thoni të kundërtën. Arsyeja është kjo për arsye se dihet, nga ardhja e kryetarit aktual Bilal Kasamit, kemi ngritje të pagave vazhdimsi. Tash së fundmi kemi një marrëveshje të cilën duhet ta finalizojmë këtë javë, të cilët zjarfikësit do marrin një pagë shumë më të lartë se çka kanë marrë deri tash. Është një rritje shumë e mirë. Mund ta ndajmë prafërsisht? Do të thonë të ketë një ngritje diku deri në 8.000 denar. Dihet që ka pa kënaqësi, dihet, kuptohet, mirë po të kuptojmë diçka. Zjarfikësit paguhen 20% më shumë nga administrata për arsye të rrezikshmërive të cilët ato përjetojnë gjatë punës. Kështu që pak zjarfikësit marrin një çik rrogë pak më të madhe se administrata. Kjo është ajo ankesa që bëjnë në vazhdimsi administrata. Mirë po duhet kuptohet diçka. Mirë është secili nga ju të cilët kemi dyshim për pagën tonë, le të vi te zjarfikësit të qëndron 24 orë dhe të shoh ato sakrificat tona të cilët besoni se nuk janë të lehta. Kemi raste ku ta ndërlidh me diçka. Kemi raste ku ne futemi do kunde dhe pastaj nuk e dim a kthehemi pas. Kjo është ato momente të cilët duhet jeni edhe ju të administratës më të qetë. Kështu që të na i bëni hallallat 20% të cilën shteti edhe ligjet na mundsojnë që të marrim më shumë pak. Po gjithashtu kjo vlen edhe për kontributet, por edhe për pensionimin edhe kështu me radhë. Po, është ngjashëm me sektorin e punëve të brendshme. Dihet që zjarfikësit në 2009 nga sektori punëve të brendshme kaluan në vetë qeverisje lokale. Zjarfikësit pastaj kanë të njëjtin sistem të punës dhe të pensionimit dhe të pagave, siç është edhe Ministria e Punëve të Brendshme. Diçka për cilën shumë shpesh diskutohet është infrastruktura, edhe në fakt Tetova ka vuajtur për pak më gjatë me parkimet jo të duhura, jo vetëm Tetova, edhe në qytete tjera. Më thoni pak si është gjendja momentale. E keni të lirshme që ju me automjetet pak më të mëdha të mund të kaloni në çdo rrugë, të mbrini deri në çdo shtëpi apo në çdo vend të nevojshëm, apo ende duhet të punohet? Domethënë kemi pas vështirësi mjaftueshme gjatë gjithë kësaj periudhe, mirë po, siç dihet, zjarfikësit e Tetovës kanë punuar ngushtë me mediumet, siç është edhe mediumi juaj. Ju falenderojmë për krahjen çdo herë zjarfikësve të Tetovës. Kemi bërë një sensibilizimin e qytetarëve dhe kemi bërë me dije që është shumë e rëndësishme që sirenat e zjarfikësve apo edhe ambulanta kur dëgjohet të lirohet rruga. Dihet që kemi vështirësi në qytetin e Tetovës, veçanërisht në pjesën e sipërme të qytetit, ku është një rrugët janë shumë të ngushta, mirë po edhe qytetarë të papërgjegjshëm parkojnë veturat në vend e pa vend. Kështu që na vështirëson situatën, kemi pasur disa raste edhe raste tragjike, të cilët na u dasht kohë e mjaftueshme që të arrijmë në vendin e ngjarje për arsye se kishim gjithë rrugën të bllokuar. Si është ndjenja juaj në atë moment, sepse ju niseni nga stacioni, nga njësiti juaj për ta shpëtu, qoftë çështjen gjën materiale, qoftë tjetën, dhe të mos mundesh të arrish për shkak një parkimi të gabuar?
ajo është një ndjenja më e keqe që mund të përjeton një zjarrfiks. Zjarrfiksi ndjehet komod kur arrin në vendin e ngjarjes së më shpejt, intervenon së më shpejt, mundohemi që mos ketë të lënduar apo viktim, e pastaj ato pjesët brenda të shtëpisë mundohemi që mos prishen edhe mos lagen në shumtën e rasteve. Mundohemi që të jemi më profesional dhe të mrim në vend ngjarje dhe të legalizojmë zjarret nga burimi i zjarreve, të futemi brenda për brenda nga tymin e dendur deri te vendi i ngjarjes që të jemi sa më efikas që mos dëmtojmë objektin brenda për brenda apo edhe objektet poshtë atij objekti që digjen. Në fakt, tërë kjo çështja e infrastrukturës diskutohet shumë shpesh për shkak një rrugëve të cilat i kemi dhe gjerësisë që ato e kanë, po edhe vetdijes kolektive. Dhe unë do të dalem pak këtu. Sa ne si shoqëri e dim rrezikun nga zjarri dhe sa ne nga ana tjetër dim t'i bëjmë ato veprimet e para për ta mbajtur ndoshta pak nën kontroll zjarrin nëse është i vogël, flasim gjithmonë. Shumë pyetje me vend. Dihet që ne kemi bërë edhe apele të ndryshme, siç edhe patëm rastin e Koçanit që është shumë i dimshëm për gjithë ne, po kemi edhe rastin e spitalit modular të Tetovës, kemi raste shumë tragjike në këtë shtetin tonë të vogël. Kështu që apelet e mia gjithherë kanë qenë që të paktën të kemi një bombol të vogël të shuarjes së zjarrit. Një preventiv, një diçka preventiv të kemi afër koftoreve apo edhe shporetëve të cilët ne gatuajmë. Të kemi një lloj bombole që nuk kushton shumë. Është një 10.000 denar që ne dim edhe në kafe t'i harxojmë ato 10.000 denarët, mirë po bëjmë investime siç është në Pollok ditur që bëjmë investime në për shtëpi me 200-300.000 euro, po nuk bëjmë një preventiv shumë të vogël për sigurinë tonë personale. Në këtë desha të lidhem dikun tjetër. Zjarrfiksit çdo herë përmenden në momente kur ka dhe një tragjedi shumë e madhe. Asnjëherë nuk përmenden në paqë. Dhe kjo është shumë e dhimbshme. Tash vlera e një zjarrfiksi është shumë më e madhe në Bashkimin Evropian apo shtetet e Evropës. Kanë respekt shumë të madh. Këtu te ne është pak më e cektër kjo, mirë po, siç edhe ju thash, është një pjesë të cilën ne kemi punuar bashkërisht me mediumet, edhe kemi arrit në atë shkallë që në qytetin e Tetovës zjarrfiksi të respektohen. Kur të shoh një fëmijë me veturën e zjarrfiksëve të ndalet dhe të përshëndet, është një ndjenjë shumë e mirë. Është një ndjenjë sigurie që ai fëmijë ndjen kur shef zjarrfiksit edhe është një ndjenjë shumë e mirë që popullata ka filluar seriozisht ta merr këtë. Besoni ato, kur kemi ato problemet e shkuarjes në zjarre, kemi trafik të dendur në për qytetin e Tetovës, dihet ato rrugë të ngushta dhe mundohen çdo kusht të largohet me veturën që zjarrfiksi të kalon. Besoni, 1 sekondë e vunuar për zjarrfiksit kushton të mira materiale dhe jetë njerëzish të cilët zjarrfiksit janë drejtuar në atë vend ngjarje. Cilat janë ndoshta për njerëzit që po na shohin, unë shpresoj që askush të mos përballet me tragjedi dhe patjetër të mos kemi raste si rasti i Koçanit, spitali modular, por edhe shumë raste të tjera. Mirë po, çka do të ishin disa manovra, le të themi, që qytetarët mund t'i bëjnë? A duhet ndoshta të vendojnë peshqir të lagur në fytyrë që të mos e thithim tymin, apo duhet dalim më një herë? Cilat janë ato gjërat e para që ne duhet t'i bëjmë nëse në shtëpinë tonë mund të del pak zjarr? Kemi lënë një tenxhere, kemi harruar aty. Besoni asnjë gjë nuk isha preferuar vetëm të largoheni jashtë dhe të thirrni numrin 193. Kjo është më e preferuara e ime. Ka qytetarë të cilët patëm së fundmi një tragjedi ku fëmia e vet ishte fut për ta shpëtuar babën e vet. Mirë po, edhe ai ishte djegur pi mosdijes se si të funksionon. Dihet që ajo ka
teknikat e veta të cilët duhet futesh me një ambient ku është edhe temperatura është e lartë, për arsye se ne në për shtëpi mbajmë çdo sent të cilët krijojnë një temperaturë shumë të madhe brenda objektit cilin ajo ndizet. Kështu që preferenca ime është që mos rrezikoheni me të lagura, peshqira apo diçka tjetër, po të dilni jashtë dhe të thirrni zjarfiksit. Kjo është ajo më e mençura që unë kisha thonë. Dihet që zjarfiksit janë të përgatitur për atë punë dhe paguhen për atë punë fundja. Kështu që jemi të gatshëm 24 orë që të dalim në ndihmë për çfarë do lloj rreziku. Në qytetin e Tetovës është dhe rrethin është bërë një përshtypje shumë e mirë që zjarfiksit thirren për pak edhe për shumë. Është një fjalë popullore për pak edhe për shumë, thirren për gjithçka. Edhe ajo është një ndjenjë shumë e mirë për arsye se popullata ka kriju besim te zjarfiksit, edhe ajo është një ndjenjë shumë e mirë. Ndjehemi ma komod në qytet, respektohemi. Edhe kjo është ajo e cila, siç edhe ceka më herët kur hapim 2 vendet punës, paraqiten 200 apo 2000 veta për vendin e punës zjarfiks. Që është vendi mirë i punës. Unë du të kthejmë pak tek ju, tek përditshmëria juaj, sepse ndonjëherë harrojmë që zjarfiksit kur ndodhin tragjedi, Spitali Modular për shembull i Tetovës ka qenë një tragjedi mjaft e madhe në një periudhë shumë të rëndë për gjithë njerëzimin. Harrojmë që ju jeni të parët që i shihni viktimat, sidomos kur kemi viktimat asaj mase, po edhe kur ka lëndime më të vogla. Sa punohet për mirëqenjen tuaj si zjarfikës, sa punohet që ju të merrni konsultime me psikolog që të tejkalohen, sepse është një formë traume, ose të miren pauzat nevojshme që ju ta tejkaloni atë që e keni përjetuar? Është pyetje me vend, cilën unë disa herë në mediume kam bërë që sicili stacioni zjarfiksve të ketë edhe psikologun e vetë. Për arsye se ne nuk përballemi vetëm me, siç ishte rasti i Spitalit Modular, kemi pas shumë raste në rrafshin e Pollogut që zjarfiksit janë të parë të cilët ballafaqohen me viktimën. Mos ceki raste, po du t'ju them që zjarfiksit janë të parët të cilët mbrinë në vendngjarje për raste ndeshje në komunikacion. Dihet që rastet e ndeshjeve në komunikacion janë qyteti i Tetovës ka 3 dalje kryesore të cilët janë dalja për në qytetin e Gostivarit, qytetin e Shkupit dhe dalja për në kufinin me Republikën e Kosovës. Që janë 3 arterje të cilët se për çdo ditë kemi në ndeshje në komunikacion. Dihet që ato pamjet e para në ndeshje komunikacion janë shumë të rënda, mirë po zjarfiksit dinë që të përballojnë. Po besoni se kemi pasur raste ku kemi nevojë për psikolog. Edhe kam bërë apele që çdo institucion i zjarfiksve në Republikën e Maqedonisë të ketë të paktën të punësuar psikolog, apo shteti si shtet të intervenon më shpesh që zjarfiksit të kontrollohen nga psikolog, të jetë ai testimi psikofizik, të jetë në gjendje të rregullt zjarfiksi që të jetë rahat, komod që del në intervenim të shpëton jetë njerëzish apo edhe të mirat materiale të populatës apo edhe të shtetit. Si është gjendja momentale kur ju, për shembull, vetë keni qenë prezent në raste shumë të rënda, nesër më ktheheni më njëherë në punë? Si është kthehesh pastaj në punë? Shif, kënaqësi është të zjarfiksi kur shpëton dikont. Mirë po, është e rëndë ajo pjesa ku, siç edhe kemi cek disa herë më herët, që pastaj kemi probleme edhe me gjumin, kur shkojmë në raste të rënda. Kemi normal mangthe apo edhe paraqitje dhimbje koke të cilët duhet trajtohen me psikolog. Rasti i vetëm të cilët kemi marrë një trajtim të tillë, pasardhjes ekipit të zjarfiksve të cilët ishin në Turqi,
Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim organizoi një takim me psikologët cilët ishin të njësiti jonë të Zjarfiksit e Tovës, banëm një seancë të cilën u desh të vazhdohet, mirë po ishte qaq. Ajo ishte një herë dhe nuk ndodhi më. E kanë të paqetër sushme personat të cilët marrin pjesë në intervenime të tilla konsultohen pastaj me psikolog. Ajo është shumë e domosdoshme. Besoni që kemi kolegë, një nga ato kolegët cilët ishim në Turqi bashkërisht, ende ka probleme me gjumin. Për arsye se ti ballafaqohesh direkt me viktimën dhe kjo është ajo, duhet shtetit interesohet seriozisht në këtë drejtim. Ne do shkojmë pak publicitet, edhe do rikthehemi sërish për të vazhduar pikërisht në këtë drejtim. Shkojmë pak reklama dhe rikthehemi sërish. Ja ku po rikthehemi sërish në studio dhe me mysafirin e lam tek ajo që shteti duhet të kontribon pak më shumë në mirëqenien e zjarfikësve. Cilat do të kishin qenë çështjet kyçe që shteti duhet të ndryshon që zjarfikësit të kenë një jetë komode në punën që bëjnë. Dhe të ndihen të sigurt. Po, dihet që shteti pikë së pari duhet ligji për marrëdhënie të punës apo ligji për zjarfikësit duhet të intervenohet dhe të ndryshon. Ka shumë mangësi, cilën ne si shtet nuk kemi bë ato përmirësimet siç kemi dalur nga ish Jugosllavia deri më tash, kemi bë vetëm disa përmirësime anekse të ligjit për zjarfikës. Kështu që duhet punohet në këtë drejtim dhe dihet që zjarfiksi duhet një moshe kufizuar ku mund të bëhet edhe punësimi i tyre. Dihet që zjarfiks mbas moshës 55 vjeç nuk është e preferuar për arsye se kemi edhe ligji i cili thotë që mbas asaj moshe nuk mund të jetë aktiv në ndrimin e natës. Dihet që zjarfiksit punojnë 24 orë apo një ndrim e kanë 12 orë. Kështu që është një periudhë apo një moment të cilën shteti duhet të reflekton seriozisht. Janë ato pajisjet e vjetrume të cilët shteti duhet mendon seriozisht për sigurinë e vetë qytetarëve të vet. Dihet që kemi edhe ambiente, zjarfikësit e Tovës jetojnë me një ambient shumë të mirë brenda institucionit, cilën me ardhjen tonë në këtë udhëheqje të zjarfikësve kemi bë rregullimin e ambienteve të brendshme. Janë të sigurt dhe të rahatshëm zjarfikësit gjatë gjithë kohës të cilët rrinë atij. Shteti duhet të siguron, siç edhe cekëm psikolog të ketë në çdo stacion të zjarfikësve. Ka shumë mangësi të teknikave të reja apo edhe automjeteve të modelit të fundit të cilët i shohim shtetet tjera të cilët janë të modernizuar në këtë drejtim të zjarfikësve. Kanë lloj-lloj dronash, lloj-lloj pajisjesh të cilët ne vetëm në ëndër mund t'i shohim apo t'i shohim vetëm në televizor apo në YouTube. Është mirë që t'i kemi, është mirë që për këtë popullat duhet investohet më shumë te zjarfikësit për arsye se popullata duhet jetë më e rehatshme. Që të ndjehet popullata më komode në drejtim se kur të ketë një aksident rrugor, zoti mos dash askush, po i kemi se shumë shpesh të ketë dikush që del me shpejtësi dhe të shkon në vendngjarje t'i ndihmon. Apo të kemi një zjarr dhe të kemi zjarfiks efikas dhe profesional, të cilët janë të trajnuar mirë, gjithashtu dhe me pajisje të mira, të jemi më të shpejt dhe më efikas në punën të cilën ne e kryjmë. Nuk kërkojmë gjë shumë të madhe nga shteti, po kërkojmë atë që të jemi më efikas dhe më të shpejt në detyrën të cilën ne e kryjmë. Ne jemi drejt përfundimit bisedës, mirë po nuk du t'ju lë nga kjo studio, pa më treguar nëse ka ndonjë ngjarje e cila ju ka lënë shenjë tek ju personalisht përgjatë profesionit.
është shumë e sikletshme kjo se nuk mund veçohen situatat e ndryshme, mirë po situata nuk ka si përshkruhet diçka ajo ndjenjë e cila ishim bashkërisht me nënpjesëtar tjerë në Turqi. Ajo është diçka që kalon shumë gjurmë në profesion apo në jetën time, cilën për çdo herë edhe mendoj normal është ajo që kalon një gjurmë shumë të madhe. Gjithashtu se thatë se është e fundi emisionit, desha edhe të cek këtë. Gjitha ato informacionet të cilët nuk i kanë të qarta qytetarët rreth punës tonë apo edhe diçkaje që ju i nevojitet në drejtim të zjarfikësve, lirisht ne të na kontaktojnë apo edhe të vinë te brigada e zjarfikësve të Tetovës edhe për gjithë shka që i nevojitet për dhe informacion apo edhe për ndihmë, jemi të gatshëm 24 orë që të dalim në ndihmë. Ne diçka shumë kyçe ju tha që do duhet që çdo shtëpi të ketë së paku një bombol kundër zjarrit, që ta bëjnë edhe ndihmën e parë, le të themi kështu. Mund të ju drejtohen juve për të mësuar ose si mund të mësohen se si ti përdorin të njëjtat? Po, lirisht dhe kishim demonstru edhe këtu, mirë po, ne kemi demonstru disa herë edhe te mediumi juve. Dhe bombolat tona janë për teknologji këtu të televizionit? Po, janë teknologji dhe janë për kablo. Është një tjetër sistem. Mirë po, qytetarët janë edhe si ceka, lirisht mund të drejtohen te zyrat tona, te njësit jonë për çfarë do lloj interesimi apo t'ju tregojmë se si përdoren bombolat e gasit. Bombolat për kundër zjarrit. Ne në fakt përfshim shumë gjëra, përfshim nga sfida deri te momentet më të rënda në karrierë. Për fund keni diçka për t'ju thënë qytetarëve tanë, për t'ju thënë institucioneve, shtetit, cilët po na ndjekin? Po, kisha. Domethënë qytetarëve tanë që të jenë të kujdesshëm gjatë pranverës, dihet periudha është pak më nxehtë dhe mundohemi që bujqet pastrojnë arat dhe pastaj e lënë ashtu siç e lënë zjarrin. Dihet që kemi një thatësi, kemi pas një thatësi, po falë Zotit një 2 ditë kemi shi që e kemi zbut situatën pak. Të bëjnë kujdes kur bën ndezjen apo edhe pastrimin e arave, bujqve. Apel tjetër shtetit dihet që të intervenon sa më shumë dhe të investon më shumë te zjarfikësit për të mirën edhe të gjithë pushtetarëve dhe popullatës, cilën me automjete të mira të modernizuara, zjarfikësit të jenë më efikas dhe më të shpejt në intervenime. Dhe në këtë mënyrë shpëtohen edhe më shumë jetë njerëzish, edhe nuk arrihet e lëndimet, po edhe të çështjet materiale. Po, kjo është ajo e cila ne çdo herë insistojmë që të kemi modernizim të njësive të zjarfikësve në gjithë territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Ju falenderoj shumë për kohën që ndat, pavarësisht që keni pas pushim pak, po fatkeqësitë e ndryshme ndodhin shumë shpesh edhe ju një tërë kohë në terren, kështu që falenderoj shumë për kohën që ndat për ne. Faleminderit, ishte kënaqësi, faleminderit shumë.